Në ditën e 9 të këtyne ditëve, do më thënë ditën e Arafatit, e ka plotësua Allahu Azza fenë e tina, edhe e ka zbrit fjalën e tina që thot Allahu Azza El jawma akmaltu lakum dinakum, sot e kum plotësu për juve fenë e ju. Kur ka ndodhur kjo? Në ditën e 9 të 10 ditëve të para të muajit Dhulhijhe, do më thënë në ditën e Arafatit, një ditë para ditës Bajramit. Në këtë ditë është plotësu feja. Por ata dhe bojnë Bajram musliman nesrit, por shkak se është plotësu feja. Ka shku njëri për jahudive të Omer radiallahu anhu dhe ka thonë, ju në librin e juve e keni një ajet, me pa pas në jahudit e këshmi bo festa dit. Ka thonë Omeri, cilën ajet po menan? Ka thonë, kita jetin, sot e kum plotësu për juve fejnë e ju, me pa pas na e këshmi bo fest. Ka thonë Omeri radiallahu anhu, ka thonë, vëllahi, unë e di kur ka zbrit kjo ajet. Kjo ajet ka zbrit ditën e gjuma, e na e kem fest javore. Ka zbrit ditën e Arafatit, e na e kem festën e Bajramit me në Ramazan. Do më thënë, e kem fest në bi fest. E lusëm Allahun Azza wa Jalla me na bëj prej muslimanëve të mirë.